Atëhere e veton Berisha e ka fjalin. Faleminderit kryetar, i nderuar kryeministër, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Unë flas në emër timin. Unë po shfrytëzoj këtë mundësi që të paraqes dy shqetësime, apo më mirë me thonë mesazhe. E para, unë kam qëndru gjatë majt me një kohë në Gjermani, ku kam pas rastin që të vizitoj pjesëtarët komunitetit cilët janë largu kohën e fundit nga Kosova, po ashtu qendrat migracionit dhe organizatat cilat mbrojnë të drejtat e njeriut atje. Dhe shqetësimi kryesor i tyre është që të paktën qeveria e Kosovës të ketë konsiderat ndaj këtij grupi, në mënyrë që t'ju jepet një mundësi ose të negociohet me shtetin gjerman apo me vendet cilat janë atje, të paktën qëndrojnë për një kohë caktuar deri në 3 vjeçare, ku është kjo kohë optimale, ku edhe ne si qeveri ke mundësi të përgatitemi më mirë që këto kategorit njerëzve t'i presim më mirë, dhe në mënyrë që këto kategorit njerëzve të kenë mundësi të integrimit më të plotë. Dhe besoj që do të kemi mirë kuptim, sepse vërtet kthimi i tyre i pa planifikuar dhe i pa menduar mirë, mund të na çet një pozicion ku ne nuk mund t'i përballojmë mandej situata më të palakmueshme. Ndërsa shqetësimi i dytë, zoti kryeministër, është që ne akoma po ballafaqohemi me raste të një çështje e cila vërtet është shqetësuese, ku tani akoma kemi edhe hasim në raste të pengimit të posedimit pronave. Ne gjatë gjithë kohës në vazhdimsi marrim mesazhe dhe marrim vërejtje dhe ka kërkesa për mbështetje në këtë aspekt, që ka akoma raste të pengimit posedimit pronave si një veti dhe një dukuri e cila është e patjetërsueshme, shumë e nevojshme për të mbrojtur, dhe kërkojmë me këtë rast që këto raste të trajtojmë me prioritet, në mënyrë që çdo njeri nga ne ta posedojë pronën në mënyrë më të mirë të mundshme dhe të papenguar nga askush. Besoj që tani është koha që këto raste mos jenë mesin tonë, dhe është vërtet shqetësuese se akoma marrim edhe janë me numra të cilat në çdo ditë lajmërohen dhe raportohen tek mekanizmat që ka akoma pengim posedim. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit.